është një nder i jashtëzakonshëm të drejtohem sot shqiptarve, zbashku me koalicionin më të fuqishëm që Shqipëria ka përjetuar në 32 vite. Të drejtohem shqiptarve në një moment historik, moment në cilin ky kombë vendos në përpjekjen më epike për të ndarë nga diktatura e dytë që kombi përjetoi 34 vite pas përmbysjes diktaturës parë. Kjo ditë është një ditë shumë e veçantë në historinë e përpjekjeve të shqiptarëve për liri dhe dinjitet, në historinë e përpjekjeve të shqiptarëve për një Shqipëri tjetueshme, për një Shqipëri made in Albania, për një Shqipëri madhështore, Shqipërinë e ëndrave të shqiptarëve. Ky koalicion që inaugurohet sot, që paraqitet sot para shqiptarëve, përfaqëson jo vetëm shumicën absolute në distancë të qytetarëve shqiptar, por përfaqëson në distancë elitën politike dhe të gjithanshme të kombit shqiptar. Ky koalicion ka në gjirin e vet vajza dhe djem, burra dhe gra, qendrështar të pamposhtur, personalitete, patriot dhe ekspert të shquar të shkolluar në shkollat më të mirë të Europës dhe të botës. Ky koalicion ka të gjithë mendjen, të gjithë vullnetin, adhetarin dhe përkushtimin për të bërë Shqipërinë madhështore. Për të bërë Shqipërinë një vend ku qytetarët e lirë të saj të mos njohin më dhimbjet e pamerituara njerëzore të varfërisë ekstreme, ku qytetarët e saj, bijat e saj, të rëndin pas ëndrës tyre më të bukur shqiptare, të ndërtojnë të ëndër në Shqipëri. Kur ndonjëherë para kombit dhe shqiptarëve nuk është paraqitur një koalicion i tillë, me këto potenciale të jashtëzakonshme, me këtë vendosmëri të palkundur, me këtë ekspertizë të përsosur, kur ndonjëherë para shqiptarëve nuk është paraqitur një koalicion, një aleancë me Partinë Demokratike më transparente se kjo e sotmja. Në qoftë se
krahu tjetër është ndry në pallatet qeveritare kandidat, shumica e kandidatëve të këtij koalicioni u paraqitën përballë shqiptarëve, u votuan, përzgjodhen, morën iniciativën të ofronin kombit dhe vendit tyre shërbimin ose u propozuan nga degët e Partisë Demokratike. Pra, ky nuk është koalicioni të panjohurave, por ky është koalicioni i transparencës, i burrave, grave, djemve dhe të vajzave që i njohin shqiptarët, që i vlerësojnë shqiptarët. Një koalicion që përfaqëson të gjithë interesat, shtresat, komunitetet e ndryshme të këtij kombi. Ky koalicion pra i Partisë Demokratike me Aleancën për Shqipërinë Madhështore është pritur me gëzim, me interes të madh nga mbar shqiptarët. Ky koalicion nis garën elektorale përballë një narkoregjimi i lidhur kokë e këmbë, kokë e xhep me krimin dhe korrupsionin. Por ky koalicion nis garën elektorale me një përsi të jashtëzakonshme morale. Prej 2 muajsh, Partia Demokratike dhe aleatët e saj kanë bërë fushat elektorale më të suksesshme në historinë e tyre jashtë vendit. Angazhimi i Partisë Demokratike dhe aleatëve të saj në fushat elektorale me shqiptarët jashtë vendit, shqiptarët në emigracion dhe diasporë, ka provuar, ka ndezur zemrat dhe shpresat e tyre, ka provuar një entuziazëm dhe vendosmëri e pa parë ndonjëherë tek shqiptarët që nga vitet 90 deri sot. Të dashur miq, me të drejtë, unë dhe ju do ta quajmë vitin 2025 vitin e diasporës. E meritojnë plotësisht ai reagimi tyre i fuqishëm, ai entuziazmi tyre i jashtëzakonshëm, ajo vendosmëri e tyre e madhe për të marrë pjesë në zgjedhje dhe votuar opozitën, është dëshmi e një dashurie të paprekur të tyre ndaj Shqipërisë, e një dashurie të tyre ndaj cilës Shqipëri, ndaj Shqipërisë demokratike, Shqipërisë së qytetarëve të lirë, Shqipërisë së ligjit, Shqipërisë që u jep nder dhe dinjitet
dhe jo narkoshtetit shqiptar, për çmimi, për buzja, që emigracioni dhe diaspora i bëri kreu të narkoshtetit Edi Rama në takimet e tij, e detyroi atë t'i nërpres ato takime. Akoma më keq për zunata përfaqësuesit e tij me 5 mbiemra. Pra, viti 2025 është viti diasporës. Diaspora ka bërë zgjidhjen e saj të shpëtojë Shqipërinë.